Zoti Jaulon Naçi, faleminderit që pranoi ftesën time për të dhënë këtë intervistë ekskluzive për Art TV Kanada. Faleminderit juve për ftesën dhe mirë se erdhët në ambientet e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor. Zoti Jaulon, të nisim pyetjen e parë me momentin më final në jetën tuaj ndoshta, si erdhi emërimi juaj në krye të këtij institucioni më madhor të artit dhe kulturës shqiptare? Po, në fakt, emërimi ishte diçka e papritur, por aq sa e papritur dhe me shumë përkushtim dhe me shumë sfida të tjera më përpara, sepse duke marrë parasysh dhe karrierën time, unë nis si artist, si kompozitor, studimet i kam kryer në Itali në degën e kompozicioni dhe më pas jam specializuar në vende të ndryshme si në Austri, Belgjik e të tjerë, për të rikthyer në atë për të dhënë kontributin tim, ku prej më se 8 vitesh jap mësim në Universitetin e Arteve, në degën e kompozicionit dhe lëndët përkatëse përsa i përket departamentit muzikologjisë, kompozicion dhe pedagogji. Dhe kështu që me sfida të mëpashme arita deri këtu, duke punuar shumë dhe duke kërkuar për të lënë gjurmë, por edhe për të dhënë një kontribut të vyer në vend. Dhe uroj që kjo gjë të vazhdojë edhe për vitet në të cilat do të jem, duke lënë disa aspekte të cilat drejtuesve të cilët do të pasojnë, do të kenë disa përmirësime dhe po ashtu përsa i përket artistëve të cilët do të punojnë dhe do të japin kontributin e tyre dhe për brezat që do të vinë në ambiente dhe në kushte më të posaçme. Zoti Jaulon, por çfarë e bashkon një drejtues administrativ, ju tani jeni në rolin e drejtuesit, por edhe të një artisti të madh siç jeni ju? Çfarë i bashkon këto të dyja pozicione? Besoj se në vendin ton është shumë e rëndësishme sepse Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit Ansambli Popullor është një i vetëm dhe është unik dhe normalisht kanë kaluar dhe të kalojnë artistë të cilët kanë lënë gjurmë dhe do të lënë gjurmë përjetësisht në institucionin e operës, por jo vetëm, por përsa i përket dhe historisë së muzikës shqiptare. Dhe është domosdoshme që përkrah aspektit administrativ dikush të jetë të ketë atë ndjesin dhe të përjetoj ato çfarë artistët e mëdhenj kanë kaluar dhe kanë përjetuar dhe mund t'i shohim aspektin artistik për të vazhduar në gjurmët e historisë. Pra, zoti Jaulon, deshet të thonë që qenia juaj si artist ta bën më të lehtë punën si drejtues i këtij institucioni, apo jo? Mund të them se jo se ma bëm punën më të lehtë, sepse ndoshta duke hedhur një vështrim në teatrot, në shumë teatro në botë, që ndoshta dhe sot ata po rikthehen përsëri tek aspekti pak artistik i drejtuesit të përgjithshëm, sepse shoh që edhe në vende si Itali e të tjerë, po i rikthehen pak aspekti të cilët duan që drejtuesi të ketë edhe një qasje artistike, sepse e bën më të ngushtë raportin me artistët dhe jo vetëm, po dhe me drejtuesit e tjerë të kategorive të ndryshme të cilët ndoshta jo detyrimisht kanë qenë artist. Pra, ndjeshmëria, por edhe përjetimi disa aspekteve të cilat kërkojnë dhe aspektet teknik përsa i përket artit, është njohja e mirë e tyre bën më të lehtë punën për ta, jo vetëm për drejtuesin. Drejtuesin normalisht ka më shumë përgjegjësi dhe përveç përgjegjësive, por edhe kontakti me burimet njerëzore bëhet më i vështirë kur je vetë dhe artist. Por që kjo ndihmon përsa i përket punës dhe mbarvajtjes artistike. Në fundit Teatri Operës dhe Baletit, ashtu të gjithë institucionet kulturore bëjnë art, zhvillojnë art, dhe kështu që është më mirë atë japësh kontributin atë. Pikërisht të vim në pyetje më konkrete, cilat kanë qenë ato aktivitete që keni realizuar ju bashkë me trupën e artistëve që keni këtu, gjatë kohës që ju keni qenë drejtori të institucionit? Po, aktivitetet kanë qenë të shumta në fakt, ka pasur një larmishmëri aktivitetesh, duke nisur nga ato që janë edhe
Nga muzika simfonike, ku dua të veçoj faktin që Orkestra Simfonike e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor është një bërtham shumë e rëndësishme për gjithë realizimin e të gjitha veprave, duke përfunduar te gjinia më e madhe siç është opera. Kështu që duke pasur një bërtham shumë të fortë dhe të gjitha lidhjet dhe ndërlidhjet me kategoritë dhe pjesët e tjera të drejtorive të Teatrit Kombëtar të Baletit bëhen edhe më të lehta. Kështu që investimi dhe aktivizimi i Orkestrës Simfonike të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit ka qenë shumë i madh këtë vit, duke marrë parasysh që kemi nisur vitin në janar me koncertin numër 3 të Rachmaninovit me një nga pianistët më të mirë italian sot, i cili është Giovanni Bertolacci, që interpretoi me Orkestrën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit të koncert ku ishte gjithë sold out për një koncert simfonik, dhe kjo gjë vazhdoi dhe përtej me koncertin Tchaikovsky për piano, me koncertin për violin, me së fundmi me instrumentistin virtuoz Giuseppe Gibboni, i cili luajti koncertin numër 2 të Paganinit me orkestrën këtu dhe me orkestrën në Itali. Po ashtu kemi pasur gjithmonë duke lidhur me muzikën simfonike, vepra të autorëve të rëndësishëm nga Tchaikovsky, Dvorak, Rachmaninov e të tjerë, të cilët kanë performuar me simfonit nga më të bukurat repertorit botëror muzikor. Dhe më vjen mirë që edhe në koncertet simfonik publiku ka qenë gjithmonë duke ushtuar, duke përgëzuar dhe cilësinë, po dhe orkestrën dhe repertorin që është përzgjedhur. Kjo ka ndikuar dhe më pas në të gjitha ato ndërlidhjet e tjera me trupat e tjera, me baletin, ansamblin, muzikën e dhomës, të cilët ka pasur shumë koncerte dhe në ambientet në hallin koncertor të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, deri tek gjinia më e madhe që është opera, ku së fundmi patëm një produksion të ri. Kemi pasur 2 nga emrat kryesor të regjisë, Zeffirelli dhe Ugo De Anna, për sa i përket Aidës dhe Traviatës, që së fundmi u vendos në Teatrin e Operës dhe Baletit pak javë më parë, ku dhe ajo ka qenë sold out me një produksion të ri, me trupën ton të solistëve, të korit, të orkestrës, të baletit, të cilët patën një sukses shumë të madh për sa i përket vendjes në skenë të këtyre veprave, dhe së shpejti do të kemi dhe të tjera. Po, zoti drejtor, të gjithë ne që banojmë në Tiranë kemi parë që për disa kohë Teatri i Operës dhe Baletit u nështrua një rekonstruksion i gati thelbësor. Po sa ka ndikuar kjo edhe në rritjen e kushteve të artistëve që punojnë këtu? Patjetër, unë në ato vite kam qenë si publik, ku kam marrë pjesë duke dëgjuar shumë aktivitetet Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe të trupave, por mund të them se kushtet janë përmirësuar goxha, duke marrë parasysh që artistët kanë pas vështirësi qoftë për dhomat ku duhet të ishin fazat përgatitore, për studiot e tyre, për instrumentat, për kushtet e sallës, qoftë nga aspekti akustik, por edhe komoditeti, qoftë ardashve, por edhe i artistëve që të performojnë në kushte më të mira, duke nisur nga ambientet më të ngrohta tek si thash akustika apo dhe aspekti vizual i një skene e cila duhet të jetë në standardet bashkëkohore dhe me një qasje vizionare europiane. Po, Aulon, atëre na flisni pak tani për stafin artistik dhe teknik të këtij institucioni që u drejtoni. Me sa kuptoj unë, këtu keni 3 sektor, operën, baletin dhe ansamblin popullor. Pra si janë të organizuar këto 3 sektor që bashkëjetojnë bashkë? Po, kemi 3 sektor të cilat jo detyrimisht janë të ndara, por shpesh herë janë dhe shumë të ndërlidhura. Përveç ansamblit popullor, që është një vlerë jashtëzakonshme, kori, orkestra, solistët dhe baleti shpesh herë ndërveprojnë me njëri tjetrin, sepse duke marrë parasysh si thashë bërthama e Teatrit të Operës është dhe orkestra, e cila është prezente qoftë në gjininë e madhe të operës, së bashku shpesh herë edhe me trupën e baletit, por dhe vetë orkestra me trupën e baletit. Kështu që kemi një bërtham e cila aktivizon të gjitha trupat. Kemi orkestrën e ansamblit popullor së bashku me trupën e ansamblit, me solistët dhe korin dhe valltarët, të cilët kanë programacionin e tyre, por trupat e tjerë janë të ndërlidhura dhe gjithmonë janë në koordinim qoftë për kalendarin, por edhe kur ka aspekte që duhet të ndërveprojnë me njëri tjetrin. Po, gjatë sezonit që shkoi, gjatë verës që shkoi, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit dhe Ansambli Popullor organizuan një sër shfaqjesh në qytete të ndryshme të Shqipërisë,
çfarë qëllimi kishin këto turne dhe si u pritën nga publiku artdashës shqiptar? Po, është shumë e rëndësishme që mbi të gjitha përsa i përket ansamblit popullor, që jo vetëm shqiptarët, por dhe turistët, cilët këto vite kanë qenë të shumt në vendin tonë, të njohin atë çfarë ne me të vërtet mund të krenojmë. Dhe është tradita, është kultura jonë, është identiteti ynë, dhe më së miri janë kostumet, është trashëgimia materiale dhe jo materiale, të cilat ansambli kombëtar i Valleve Popullore i përfaqëson më së miri. Kështu që duke zbritur në për qytete atje ku ndoshta shumë turistë, por edhe vetë qytetarë në qytete të ndryshme nuk kanë mundësinë që të vinë në Tiranë, por në një periudhë e cila është një atmosferë shumë e bukur për të gjithë shqiptarët me kohën në verë në qytete ku shumë njerëz vinë nga diaspora, por dhe turistë që bashkohen për festa familjare, ansambli zbret në për sheshe duke bërë më të gëzueshme ditën, por duke njohur dhe duke mos harruar traditën dhe vlerat kombëtare. Po, gjithashtu një turne të tillë bët ju dhe pak ditë më parë në Itali. Po. Ku konsistoi ky turne dhe çfarë shfaqesh? Po, në Itali ne patëm një turne me 2 nga pjesët e Teatrit Operës dhe Baletit të Mësishme, cila ishte orkestra simfonike me koncertin numër 2 të Paganinit me violinistin virtuoz Giuseppe Gibboni dhe me një program shumë të larmishëm duke nisur nga Korsakov, Stravinsky dhe Respighi për festivalin Respighi në Bologna. Ndërkohë, po ato ditë dhe ansambli me trupën e vet ka qenë prezent në Bolzano dhe Rovereto në 2 teatro ku pati një shfaqje gala me gjithë trupën duke nisur nga vallet, këngët e të tjera. Të dyja shfaqjet kanë dalë me sukses, duke marrë parasysh dëshirën e madhe jo vetëm të shqiptarëve që jetojnë në Itali për sa i përket kërkesës së madhe për të qenë prezent në shfaqjet e ansamblit, por edhe të një pjesë tjetër që ndoshta është e rëndësishme që edhe ne të fillojmë të ballafaqohemi me teatrot ndërkombëtar. Vazhdojmë të qëndrojmë së bashku, jemi në zyrën tuaj, në zyrën e drejtorit të Teatrit Kombëtar të Operës së Baletit dhe Ansamblit Popullor. Është një kënaqësi për mua që ju nuk jeni vetëm një drejtues administrativ, por jeni dhe artist në vetë, jeni diplomuar në Itali si artist. Pyetja e radhës është një aspekt që tërheq vëmendjen është dhe përfshirja artistëve tuaj në premierat e teatrit. Pra si erdhi ky bashkëpunim dhe ku konsistojnë bashkëpunimet e artistëve tuaj me artistët e teatrit? Po, në fakt është një aspekt shumë i rëndësishëm dhe shumë me vlerë për sa i përket emrave të minjor botëror, të cilët vinë dhe ata shohen duke performuar në sallën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, aq më tepër duke u bashkangjitur trupave të ndryshme të teatrit. Tu përmendim solist me instrument, siç ishte pianisti që thash Giovanni Bertolazzi, violinisti Giuseppe Gibboni, po ashtu ka pasur koreograf të jashtëzakonshëm, duke marrë parasysh dhe festivalin që sapo zhvillohet dhe këto ditë International Dance Festival, duke nisur që nga koreografi i mirënjohur Angelin Prelocaj, së bashku me Iri Kilian, koreograf të tjerë të cilët Robert North kanë performuar duke dhënë nga arti elitar i koreografisë dhe jo vetëm, po ashtu solist, këngëtar të cilët kanë qenë që nga bashkëpunimet personaliteteve shqiptar që jetojnë jashtë, duke nisur nga soprano Mirnjohur, Remonela Jao, tek soprano Marigona Cerkezi, së fundmi me Traviatën kishim soprano Zuzana Markova, për të gjithë solistëve të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit që kanë dhënë një kontribut të gjatë në teatr, duke marrë parasysh dhe eksponentët kryesor për sa i përket regjisë, siç ishte Zefirelli apo Ugo Deana, që për herë të parë një regjisor me një emër dhe një kalibri botëror vjen me produksionin e tij në Shqipëri, ku do të kemi të tjera së shpejti, por ky është një ballafaqim dhe një ndërveprim me artistë huaj, të cilët performojnë në skenat më të mëdha botërore, dhe është kënaqësi kur vetë trupat e teatrit ndihen mirë kur bashkëpunojnë me ta, sepse përveç faktit që marrin energji dhe një pozitivitet
për të ndjerë në të njëjtat kushte, në të barabarta, në të njëjta nivele me personalitetet të tilla, por edhe për sa i përket imazhit të institucionit i cili ngrihet duke marrë parasysh që këta emra performojnë me orkestra dhe me trupa të teatrove nga më të mirët në botë. Dhe ky është një mesazh shumë i mirë për të thënë që dhe ne jemi aty, jemi së bashku me ta dhe nesër pas nesër mund të jetë një ndërveprim anasjelltas ku emra të cilët janë dhe do të ngrihen nëpërmjet teatrit kombëtar të operës dhe baletit apo artit shqiptar mund të çojnë anasjelltas në qytetet botërore dhe europiane dhe përtej kufive emra të cilët nisin nga këtu, siç kanë qenë dhe personalitetet që kthehen shqiptar, por nesër do të jetë ndoshta edhe një ndërveprim jo i përhershëm i artistëve shqiptar që shkojnë për qytete ndryshme të botës, po të jetë që ne i çojmë si një produkt elitar dhe ata i qëndrojnë stabil në teatrin kombëtar të operës dhe baletit. Padyshim duke ruajtur, duke njohur historinë, duke pasur memorie të teatrit kombëtar të operës dhe baletit, aq më tepër që flasim për një teatr kombëtar të operës dhe baletit, duke mësuar dhe faktit që arti shqiptar ka shumë për të folur dhe për të dhënë. Po përtej kësaj është e domosdoshme që pikërisht ta përçojmë dhe të kalojmë dhe kufit nëpërmjet ndoshta jo vetëm të identitetit tonë shqiptar, por edhe të artistëve të cilët do të jetojnë në Shqipëri, por her pas here do të ballafaqohen dhe do të përçojnë profesionalizmin e tyre dhe nivelin artistik në botë. Gjithashtu anasjelltas duhet të jetë edhe një ndërveprim duke hapur dhe duke qenë me vizion për sa i përket rinjve. Duhet të mendojmë për një mision shumë të rëndësishëm për thithjen e të rinjve dhe sigurimin e tyre që nesër pas nesër ata do të kenë një mbështetje pasi të përfundojnë studimet universitare dhe të ketë dhe pse jo një lloj riorganizimi të strukturave ku të rinjt të cilët përfundojnë studimet të jenë një pjesë gati që nesër pas nesër të jenë pjesë e teatrit kombëtar të baletit. Jo detyrimisht mund të punsohen të gjithë sepse ne dim shumë mirë që struktura është një pjesë që do kohë që të ndryshoj, por të ketë një lloj, si të themi, një lloj mbështetje profesionale akademike, të cilët janë gati sadoherë që të ketë, siç po ndodh dhe tani që në të gjitha performancat e orkestrës simfonike dhe në të gjitha koncertet apo operat, instrumentistë të ndryshëm të cilët janë të rinj që ndodhen në Universitetin e Arteve apo në orkestra të tjera, si është orkestra e forcave të armatosura, janë prezent së bashku me trupën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit për të dhënë kontributin e tyre, për të pasur dhe për të kaluar sfidat të cilat me profesionistë të cilët kanë vite që japin kontribut në teatrin e operës dhe baletit, janë mësuesit e tyre më të mirë dhe është eksperienca më e mirë që ata të ballafaqohen në skenë, në një skenë elitare siç është salla e teatrit kombëtar të baletit ku gjithë dashësit i duartrokasin dhe marrin emocione. Po, dhe në fund të kësaj interviste, zoti Aulon, a keni një mesazh për të dhënë, me që edhe titulli i emisionit tim është ekskluzive për diasporën? Cili është mesazhi që do përçoni jo vetëm për diasporën, por për gjithë shqiptarin? Unë duke marrë parasysh që kam jetuar për më se 13 vite jashtë Adeut, studimet e mia filluan kur isha në moshën 18 vjeçe në Konservatorin e Udines, më pas kam bërë specializimin si stazh në fillim në Salzburg në Austri, një vit në Mozarteum ku ka qenë koncerti im i parë recital dhe më pas në Belgjik dhe derisa të emërohesha si drejtor i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, kam zhvilluar aktivitetin tim si kompozitor në disa qytete të ndryshme të botës. Dhe ndjej veten pikërisht për të dhënë një mesazh për ata shqiptar të cilët me mall dhe me dëshirë që të shohin vendin e tyre ku flitet dhe për aspekte shumë pozitive. Arti është një nga format më të bukura për të shprehur bukuritë e shpirtit të shqiptarëve në të gjitha aspektet. Dhe nëpërmjet artit ne pasqyrojmë vuajtjen, nëpërmjet artit ne pasqyrojmë
sakrificën që bëjmë prindrit për të çuar dhe për të siguruar një të ardhme për fëmijët e tyre, ashtu siç kam qenë unë një prej tyre, dhe sot ka të shumë, të cilët shkojnë për te kufive për të marrë një edukim sa më të mirë dhe për të rikthyer në ADE. Kështu që mesazhi është që ta mbështesin artin dhe artistët shqiptar, sidomos që me sakrifica ndjekin rrugën e bukur të artit duke promovuar vlerat e kombit. Falenderoj sinqerisht për ftesën time për të intervistë ekskluzive për Art TV Kanada. Dhe unë ndjeva shumë i privilegjuar që isha në këtë zyrë bashkë me ju, me një artist si ju, dhe drejtues teatrit kombëtar të operës dhe baletit dhe Ansamblit Popullor. Ju faleminderit shumë, sepse është kënaqësi të kesh intervista të tilla ku dëshira e mirë për të pasqyruar të vërteta dhe realitetet dhe vizionin që drejtuesit, jo vetëm unë, por gjithë, duhet të kemi për të vendosur ato gurët e çmuar që nesër pas nesër do të jenë pjesë e historikut të artit shqiptar. Dhe kontributi juaj do të ngelet gjatë në uroj, unë do të mundohem të bëj më të mirën dhe duke marrë parasysh që artistët shqiptar kanë vlerat jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Faleminderit.